Asparagusi është kulturë që 3 vitet e para nuk hin në prodhimtari. Do me thonë mbjellet, duhet me kultivu vit për vit, dit për dit besa, edhe mu kujdes për të 3 vite që derisa të hin në prodhimtari, dhe ajo na u përshtat që në momentin që e përfundoj studimet në Fakultetin e Bujqësisë me vazhdu me punë ma intenzive edhe mu marrë edhe me treg me kulturën e asparagusit. Kontratë për shitjet krejt sasis nuk kemi me kërkon, po problem nuk kemi për me shit, se bashkëpunoj me një pjesë të madhe të restoranteve të pikave të shitjes të pemëve perimeve. Kemi pas edhe shitje direkt të konsumatorët, po këtë vit pak e kemi reduktu atë pjesë. Ka vitamin C, ka vitamin A, vitamin K, është i pasur me zing, me sulfur edhe me magnez. Çka njihet asparagusi tjetër është që është shumë i pasur me acid folik. Kjo zakonisht është e mirë për gratë shtatzana.